para do të nisim me një tjetër material. Do t'i kthehemi ose më saktë do të vazhdojmë sepse është një histori e cila duket si ato petët e byrekut që hapen, zbulohen ditë pas dite dhe gjithmonë gjëra të tjera dalin. Bëhet fjala edhe një herë për skandalin Epstein dhe sot do të ndalojmë tek dy histori ose tre më saktë, po dy të kryesore të cilat pa diskutim që na kanë bërë përshtypje, bëhet fjala për familjet mbretërore, dy familje mbretërore të rëndësishme të cilat janë le themi janë përfshirë në gjithë të skandal dhe janë çështje duhet thënë goxha të forta. Dhe pikërisht për të folur në lidhje me këto ngjarje, edhe për të komentuar, vazhdojmë komentojmë, sigurisht rastin Epstein, unë kam të ftuar në studio drejtorin e tvklan.al, që është webi ynë ku gjeni çdo lloj informacioni. Gerta Zaimi, e dashur Gerta, mirë se erdhe, kënaqësi kam këtu në studio. Mirë se erdhe. Atëherë flasim sërish për rastin Epstein, por ndërkohë përqendrohemi në dy histori, le të themi më konkrete, sepse është një histori e pafundën. Në moment që klikon një emër duket sikur çudi është kur s'del një informacion për një emër të caktuar, ë? Çfarë është një skandal për 3 milion faqesh apo jo? Deri tani janë 3 milionë e gjys, po pritet 3 milionë e gjys, imagjino. 6 milion faqe më tutje. Edhe 6 milion faqe me do arrije deri në 6 milion faqe mendoj, kështu që sësia do është shumë e madhe dhe në këto 3 milionë e gjysmë që janë aktualisht jo të gjitha janë lexuar, jo të gjitha janë parë, sepse është një volum jashtëzakonisht i madh dhe ata që merren direkt me këtë ju duhet shumë kohë për të analizuar të gjitha. Ka patjetër shumë spekulime, duhet pasur kujdes sepse jo çdo emër i përmendur dhe jo çdo person apo qytet apo çfarëdo gjë tjetër e përmendur është automatikisht e përfshirë në rrjetin e pedofilisë të trafikimit të qenieve njerëzore që të kryer nga Epstein me partneren e tij Ghislaine Maxwell. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm domethënë edhe në këtë. Sigurisht. Por ka shumë figura aty që pa diskutim kanë çuditur shumë kur kemi dëgjuar për lidhjen e fortë që kishin me Epsteinin, vetë ato personalisht përfaqësues të familjeve mbretërore. Për sa i përket asaj britanike, po ashtu edhe norvegjezes janë dy më të forta, le të themi që kanë atë përfshirjen e vet në gjithë këtë, edhe pse duhet thënë që sot çifti princi William edhe ajo Kate dhe princesha Kate janë distancuar sot. Kanë pasur një deklaratë që janë distancuar në atë ngjarje, por ne do t'i komentojmë dhe do ta përmendim edhe këtë moment. Le të sillim insertin që ne kemi përgatitur, ku i sillim të përmbledhura pikërisht rastet e familjeve mbretërore, të cilat ngren pikpyetje sepse ato janë të palëkundshme, janë të patundshme, për si pasuritë e patundshme, pra ndryshe nga politikanët të cilët në një palëzgjedhje i vendosin në pushtet, disa të tjera ja marrin. Familjet mbretërore janë aty, sot e përgjithmonë, pra, le të themi që i tillë është sistemi në vendet ku ato lulëzojnë dhe ku mbretërojnë kanë mbretëri. Kështu që çfarë ndodh në këtë rast, në skandalet e kësaj natyre, domethënë, cilat janë pasojat ose si reflektohet kjo në pushtetin që ato kanë ose në influencën që ato kanë në vendet respektive. E komentojmë pas pak, sillim fillimisht insertin. Lidhjet e disa familjeve mbretërore të botës me financierin famkeq Jeffrey Epstein në publikimet e fundit të emaileve, dokumentave dhe fotove nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë kanë tronditur opinionin publik mbi integritetin e tyre. Në Britani, familja mbretërore është përballur prej vitesh me pasojat e miqësisë së tij me Andrew Mountbatten Windsor, i njohur më parë si ish princi Andrew, duka i Yorkut. Ai u privua nga titujt e tij në shtator nga vëllai i tij mbreti Charles III. Pas publikimit të imazheve të tij të fundit, kryeministri britanik Keir Starmer bëri thirrje që ai të dëshmojë përpara Kongresit. Ish princ Andrew ka lënë rezidencën e tij luksoze në Windsor për të zhvendosur përkohësisht në pronën mbretërore në Sandringham. Dosjet përfshin gjithashtu korrespondencë e-mailesh të zbuluar ishtazi mes Epstein dhe Sarah Ferguson, ish bashkëshortes së tij dhe ish dukesha e Yorkut, pas dënimit të Epstein në vitin 2008 për vepra seksuale. Një email të vitit 2009 tregon se ai ka shumë gjasa të ketë paguar fluturimet për dukeshën dhe vajzat e saj nga Heathrow në Miami. Emailet jo vetëm dokumentojnë një marrëdhënie të ngushtë, por sugjerojnë gjithashtu se Epstein shpresonte që dukesha të përdorte ndikimin e saj për të përmirësuar imazhin e tij publik. Ditë më pas, shoqata e saj e bamirësisë njoftoi se do të mbyllte aktivitetin për një kohë të pacaktuar. Pas këtyre publikimeve kanë reaguar gjithashtu dhe Prince William dhe dukesha Kate Middleton, duke thënë se janë thellësisht të shqetësuar nga zbulimet e vazhdueshme, si dhe mendimet e tyre mbeten të përshënduara te viktimat. Norvegjia po përballet me një nga momentet më të vështira për familjen mbretërore në dekada. Dy skandale të rënda, një gjyq penal dhe zbulime me njohon ndërkombëtare nga dosjet Epstein kanë tronditur besimin publik ndaj institucionit të monarkisë.
Princesha e Kurorës Mete Marit, pas publikimeve të dosjeve gjyqësore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dokumentat zbulojnë një marrëdhënie të afërt mes princeshës Mete Marit dhe financierit amerikan, edhe vite pastaj ai kishte pranuar fajësinë për krimet e tij. E-mailet dhe mesazhet private përmbajnë gjuhë miqësore, plane dhe takime për një shëndrim disa ditor të princeshës në rezidencën e Epstein në Florida. Edhe pse përfshirja në dosje nuk nënkupton shkelje ligjore, përmbajtja e komunikimeve ka ngritur pikpyetje serioze etike. Në një deklaratë publike, ajo ka kërkuar falje duke pranuar gjykim të dobët dhe duke shprehur solidaritet për viktimat. Ndërkohë në Oslo ka nisur gjykimi i Marius Borg Hobby, djalit të saj, i cili përballet me 38 akuza, përfshirë për dhunimin e dyshuar të 4 grave. Ai ka mohuar akuzat e rënda dhe nuk ka rol zyrtar në monarki, por rasti ka shkaktuar reagime të forta publike, madje edhe figura shumë të larta shtetërore, disa prej të cilëve kanë dhënë edhe dorëheqjen. Për sa i përket dorëheqjeve, kemi dëgjuar lajm edhe cili ishte sot në Angli, më duket. Në Angli dha dorëheqje shefi i kabinetit. Kemi pasur shefi i kabinetit. Ndërkohë shefi i komunikacionit. Pra janë 2 anëtar të qeverisë Starmer, të cilët për shkak të dosjeve sot, më duket, apo sot. Dokumenteve shefi i kabinetit e ka dhënë mbrëm në darkë në Moskabosha, kurse shefi i komunikimit e ka dhënë sot para 2-3 orësh, një gjë e tillë, ka dhënë dorëheqjen. Ata le të themi kanë një mundësi të dorëhiqen. Ndërkohë çfarë ndodh në familjen mbretërore? Në familjen mbretërore nuk dorëhiqet, por në familjen mbretërore aty i kanë bërë out, domethënë Andrew në këtë moment ka shkuar, princi Andrew ka shkuar në një banesë shumë modeste për kushtet e tia. Po, për sa i përket princin Andrew, edhe më herët, domethënë aty janë hequr titujt, edhe pa dalë ka që hapur dosja e dinin faktikisht çfarë po ndodhte, i dinin problemet me Andrewn, janë munduar t'i fshehin me vite me radhë, por nuk kanë arritën në një pikë që e kuptuan që kjo ishte me një dalje. Tani lajmi i fundit që ka dalë është që shqetësimi i madh është që mund të ndalë lajme konfidenciale nga princi Andrew ndaj Epsteinit. Dhe gjithë kjo histori në thelb, më shumë nga të gjitha e ka lidhen me mbretërinë angleze se sa me atë norvegjeze. Pa dyshim që është shumë e rënda ajo e mbretërisë norvegjeze dhe në Norvegji ka dhënë dorëheqje për shembull edhe ambasadorja në Jordani e lidhur prapë me dokumentet e Epstein dhe e lidhur me ato që ka dalë nga fajlet. Norvegjia ka thënë që nuk është më e përshtatshme për të na përfaqësuar në Jordani, kështu që është tërhequr. Por pse është interesante lidhja me mbretërinë angleze, sepse është që në fillimet e saj, domethënë fillimet e mbruajtjes së kësaj që ndodh, të kësaj rrjeti të madh që do ndërtoi Epsteini, fillojnë pikërisht nga Anglia dhe fillojnë pikërisht nga babai i Ghislaine Maxwellit, që është partnerja e Epsteinit, i cili ishte një agent i KGB-s dhe ndërkohë bashkëpunonte me Mossadin dhe kishte dërguar shumë izraelit rus në Izrael për popullimin e Izraelit. Dhe janë pikërisht lidhjet e tij në 91-shin, ai papritur vdes në një jat, bie nga një jat në oqean dhe të gjithë dyshojnë që nuk është vetë vrarë, nuk ka ndodhur pa dashje. Kjo gjë, këto lidhje të shërbimeve që kishte me shërbimet ruse, me Mossadin që dalin her pas here dhe me MI6-in, janë ato që dalin në vazhdimisht në lidhje me këtë punë. Nuk kuptohet. Ghislaine Maxwell shkon me kapitalin që mendohet ka fshehur nga ato që ajo deklaron që babai ishte me borxhe dhe shkon tek Epstein, i cili në atë kohë ishte një profesor fizike, i rëndon edhe pa diplom bile, por që ishte futur botës së financës. Dhe ajo bashkohet, se kishte njohur nga babai faktikisht Epsteinin, bashkohen dhe sjell këtë lloj kapitali mendohet. Megjithatë kapitali kryesor që vjen, mendohet që vjen pikërisht mbas rënies së komunizmit, bashkë me kapitalin njerëzor të vajzave të vogla, pikërisht nga Rusia. Dhe është një nga metodat që FSB-ja, shërbimi i huaj i sekret i Rusis, ka përdorur pothuajse gjithë një përdorimin e femrave në kurthet e tyre, në spionazh, në inteligjencë, në të gjitha. Dhe nuk kuptohet, është perversiteti i Andrews, i princit Andrew, që i jep këtë ide Epsteinit, apo është Epsteini që përfiton nga kjo gjë dhe fillon të krijojë. Domethënë, kjo lloj lidhja nuk është e saktë, nuk është e qartë, nuk kuptohet nga dokumentet. Mund të jenë të gjitha bashkë ndonjëherë, sepse kemi parasysh që jemi në një moment ku kemi shumë teori konspirative, kemi dokumenta reale, kemi pak fakte dhe kemi shumë fakte. Domethënë, jemi në një situatë konfuze, por traumatike. Sepse të gjitha këto tregojnë që është një lloj traume. Dhe pikërisht lidhjet e
si thuash me prisin e Andrew, e bëjmë pothuajse të paprekshëm nga MI6-i në Angli Epsteinin, dhe kjo bën që përsëri me rusët, që është Beljakovi, Sergej Beljakov, një nga agentët rusë në 2014, i cili mundson kalimin e sanksioneve që vihen mbas pushtimit të Krimes nga ana e Rusisë, dhe pikërisht mosprekja e Epsteinit në Angli e bën akoma më të favorshëm kalimin e këtyre sanksioneve. Kështu që kemi një ndërthurje, jo vetëm të një rjeti pedofilie ku ne shohim një perversitet atyre që është klasa politike, elitat politike, atë që ne mendonim që në teori duhet ishin të moralshëm. Do me thënë, ju japim një epërsi morale këtyre elitave dhe papritur zbulojmë që këto janë pervers, sepse jo vetëm që janë pervers në kuptimin që janë kanë marrëdhënie jashtëmartesore. Këtu nuk bëhet më fjalë për këtë. Këtu bëhet fjalë për një trafikim dhe si thua një ndërgjegjësim, vetbesim të këtyre që i shohin me sy, e kontrollojnë që kemi një trafik të qenieve njerëzore dhe që këto qenie njerëzore janë fëmijë, janë vajza dhe djem të mitur. Pra, dhe kalohet edhe në perversitete akoma më të mëdha. Ky lloj perversiteti përdoret nga politika. Një nga arsyet që mendohet që pikërisht le të themi që Epstein ka diagnostikuar pikat e dobta të këtyre personazheve, të cilët më pas dhe ai ka pasur, si thua, ata aftësinë e tij të adaptimit. Patjetër, ka qenë një manipulator i jashtëzakonshëm, dhe përdoret nga shërbimet e ndryshme, se për shembull Epstein është një nga ata që në vitin 2016 në mos gabofsha, përdor gati $40 milion me Peter Thiel. Peter Thiel është një ideolog i djathtë, të cilët mundohen, kanë një plan dhe në fajle del plani i copëzimit të Evropës, i tribalizimit të Evropës nga njëra anë, dhe nga ana tjetër, gjithashtu Peter Thiel është një nga themeluesit, jo vetëm të Facebookut që jep kuotat e tij të para, po dhe të asaj që është një kompani për mbledhjen e të dhënave të dhënave që quhet Palantir, e cila është nga shumë klasifikohet si një deep state, domethënë diçka e errët, e pakuptueshme dhe spionazhi në gjithë botën, ku ndërhyn në shumë konflikte botërore. Kështu që politika, perversiteti në këto raste ndërthuren dhe përdoret Epsteini si një mjet për t'i përdorur pikërisht këto dobësira, perversitetet të qenieve njerëzore të mërzitura nga bollëku i tyre, që shkojnë drejt. Po jo gjithmonë ka qenë kështu. Ka njerëz, ka disa prej tyre ose shumë personazhe të cilët kanë dalë edhe nga dokumentat, të cilët të cilëve i ka interesuar misia me Epsteinin. Do me thënë, jo njerëz të implikuar, kemi rastet e grave, për shembull, kemi Sarah Fergusonin, ish gruaja e princit Andrew, të cilit janë hequr ndërkohë të gjitha titujt e gjithçka dhe është çuar madje edhe në një shtëpi e cila për të ishte e përshtatshme, sepse praktikisht ishte një shtëpi goxha e madhe. Ndërkohë Sarah Ferguson, kemi rastin e princeshës së Kurorës, e cila do të jetë mbretëresha e ardhshme e Norvegjis Mette Marie, që më bëri përshtypje se kur lexoje komunikimet e tyre, ato janë gra që nuk është se besoj që kanë qenë të përfshira drejt për drejt vetë në këtë histori. Deri tani nuk ka dalë. Domethënë, ato i kanë interesuar Epsteinit për kontaktet e tyre, sepse Epsteinit interesonte që të kishte kontakte me njerëzit e rëndësishëm. Kur dalin këto dokumente, jemi mbas 2008-s, pra jemi mbas një momenti ku Epstein është deklaruar prej kohës, dihesh që ishte personi i cili merreshe me trafikimin e vajzave dhe pedofilin. Ky është totalisht komunikim i pamoralshëm, absolutisht. Sado që mos jesh i përfshirë një nën, nuk mund të nuk dua të mbroj. Mund të justifikoj as Sarah Ferguson, as princeshën e Norvegjisë në lidhje me të. Dua të kuptoj çfarë kanë dashur ato, pse kanë vazhduar këtë komunikim me Epsteinin. Statusin, ndoshta princesha e Norvegjisë një status brenda mbretërive të tjera, ndoshta Sarah Ferguson status për të pasur nga ana ekonomike benefite më të mëdha, sepse benefitet e saj ekonomike kishin rënë, nga kurora ju hoqën shumë nga benefitet të cilat ajo kishte përpara ndarjes. Në fakt rezulton që ai ka kërkuar borxh Epsteinit nga dokumentat, nga emailët, i ka kërkuar borxh në një moment caktuar, ka thënë që nuk ka mundësi të paguajë qiran, më dërgo $20,000. Sarah Ferguson dhe ai ja ka dërguar. Po ta shohësh, është një, domethënë që nga ndarja me Andrewn, nuk i falet në një farë mënyrë ndarja me Andrewn, dhe reduktimi i financave që i bëri shtëpia mbretërore Sarah Fergusonit, do ta shohësh në gjatë gjithë kohës që është një person i cili është në kërkim të lekëve. Pra, në çdo moment ajo është në kërkim të parave. Por nga komunikimi që nisa pak më herët,
për të dyja këto zonja mbretërore, le themi, po të shikosh mënyra se si komunikojnë me Epsteinin dhe si e shohin, të bën shumë përshtypje, sepse njëra i thotë ti je i mistershëm, do të thënë po ti ndjekësh do t'i gjesh këto në komunikimin e tyre. O Sara o princesha e Norvegjisë. E Norvegjisë më duket e vërtetë fjali. Këto kanë pas imazhin, pra atë e ka rrethuar një tis misteri, pra nëse ai kishte kontakt me dikë e ruante të mistershme në raport me dikë tjetër, sepse kjo e bënte ndoshta atë dhe më interesante dhe më të fuqishëm në raport me gjitha këto kontakte që kishte në tërësi. Vetë Epstein kishte shumë kontakte. Diku Sara i thotë ti je një legjend, i thotë këtij. Ti je legjend, unë jam totalisht në shërbimin tënd, të lutem martohu me mua. Me demek me humor, po do me thënë ideja është për t'i thënë që unë jam totalisht në shërbimin tënd, jam në urdhrat e tu. Pra jam në gjendje të bëj gjithçka për ty sepse të adhuroj. Pra ky ishte në kuptimi, Sa po e the në kuptimin që barazon Sara Ferguson me ato që kanë bërë të tjerët. Sepse në momentin që ti vihesh në këtë plan me një personazh si Epsteini dhe përdor këtë lloj fjalie, nuk je më pak e barabartë se ata të tjerët që kanë përdorur foshnjë. Po, patjetër, po e kam fjalën. Jo, unë shoh te këto gra një formë servilizmi të paparë dhe një mungesë karakteri të jashtëzakonshëm, domethënë atë papik personaliteti. Ndoshta do ishte batuta e gabuar, nuk e di, por janë ata meshkuj pervers që në kemi në listën e këtyre dokumenteve që po dalin të munguar, ato duke qenë që nuk bëjnë dot ato që bëjnë meshkujt, bëjnë këtë lloj, sepse vetëm kështu mund ta përkthej. Nuk mund ta përkthej dot ndryshe. Diku tjetër njëra nga ato thoshte sepse ti je Zoti, domethënë nuk e di. Nuk mund ta përkthej dot ndryshe. Sepse ti je Zoti. Përdorin aludim, domethënë përdorin atë përgdheljen e tij, i japin kënaqësi këtij personazhi, sepse ai dhe ka shitur veten si shumë të fuqishëm dhe misterioz, dhe duke qenë misterioz njëkohësisht, imagjinata të çon në dimensionet papara të pushtetit të tij, apo jo, pa limit. Në këtë situatë, gjëja që neve shohim është që padyshim aty ka një vetmbutje. Do me thënë, ti ke një mix inteligjencë, spionazhi, bordelloje, Casablanca, pasurie, pra, ti ke brenda mburrjeje dhe ke 1000 element brenda kësaj që ne ndoshta nuk do t'i arrim të kuptojmë deri në fund asnjëherë, po ndoshta me kalimin e shumë kohësh do arrim të deshifrojmë nëpërmjet materialeve që do dalin. Padyshim që janë të gjitha këto elemente aty brenda. Por pa dyshim shërbimet të caktuara dinin, sepse edhe FBI nuk mund t'jetë pa njohuri për këtë që ndodh. FBI disa herë mundohet të mbyllin në influencë të ndryshme dhe nuk është punë demokratësh apo republikanësh, sepse Alex Costa, republikania që i mbyll faktikisht çështjet e para, është republikane. Ata që marrin pjesë janë republikan, janë demokrat, janë njerëz më të pasur të teknologjisë tek. Epstein është nga të parët që fillon merret me kriptomonedhat për shembull. Është një nga personazhet e para që merret me kriptomonedhat dhe bile aluduhet në sa mail e gjendet dhe thuhet që shkon në i propozon lindjet mesme të personazheve të ndryshme që të krijojnë një kriptomonedhë ka stile për lindjen e mesme, ashtu siç është dollari për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Padyshim është me shumë intuit. Padyshim ka aftësi për të komunikuar dhe për të krijuar një ambient tërheqës për të gjitha personazhe. Por padyshim që është instruktuar, i mbështetur nga shumë shërbime sekrete dhe është pikërisht mendoj unë, si të thuash në një farë mënyrë frika e vetë një klase politike të caktuar që një personazh i tillë është kthyer në rrezik tashmë për politikën dhe nuk është më një personazh i cili vetëm mund të përdoret nga politika. Se kur shantazhimi kalon kufi të tepërt, fillon të bëhet rrezik edhe për vetë politikën. Jo sepse këta politikanë të tjerë janë më të moralshëm, po thjesht sepse këta politikanë të tjerë në përgjithësi shantazhin duan ta shohin vetëm si instrument, si mjet. Kur shantazhi e kalon vetveten si instrument dhe mjet, atëherë bëhet i rrezikshëm dhe për pjesën tjetër politikës. Pa diskutim.